Policia jashtë detyrës shpëton burrin që bie mbi shinat e metros së Barcelonës. Reflekset e shpejta të një oficere e policie jashtë detyrës shpëtuan një burr që ra mbi shinat e metros së Barcelonës, pasi vuri re se ai nuk ishte mirë dhe i vëzhgoi me diskrecion lëvizjet e tij. Sipas mediave spanjolle, incidenti ndodhi muajin e kaluar në stacionin Espanja në linjën 3 të metros, ku gruaja pa burrin duke ecur i paqëndrueshëm në platformë. Pa ja ndarsyt, ajo menjëherë njoftoi shërbimet e emergjencës. Siç shihet edhe në video nga kamerat e sigurisë së stacionit, burri afrohet të rrezikshëm skaj të platformës, pengohet dhe në fund humbet ekuilibrin duke rënë mbi shina. Oficeria e policisë reagoi menjëherë sapo vuri re rënien, duke nxituar në vendngjarje. Me ndihmën e qytetarëve të tjerë, ajo arriti ta nxirrte burrin nga shinat, i cili u dërgua në spital me lëndime të lehta.